ndalemi fillimisht flasim për çështjet e drejtësisë, më konkretisht se çfarë ka ndodhur në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lidhem në këto momente drejt për drejt me kolegen Glidona Daci. Glidona, do të ndalemi fillimisht tek çështja e Safet Gjicit, lirohet nga apeli i GJKK-s ish kryebashkiaku i Kukësit. Duhet theksuar Greta që gjykata e apelit i jurisdiksionit të përgjithshëm, pasi ka shqyrtuar të gjitha argumentat të cilat janë dhënë nga ana avokatit mbrojtës së Safet Gjicit, i cili më herët kishte kërkuar lirinë në gjykatën në shkallës së parë të Elbasanit për shkak se burgu në të cilën ai qëndronte është në jurisdiksionin e gjykatës së shkallës së parë Elbasan, pasi ai ndodhej në burgun e Kosovës. Duke qenë se nuk ishte dakord me vendimin e dhënë nga gjykata e shkallës së parë Elbasan, çështja shkoi në dyert të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ku nga ana e kësaj gjykate, pasi është njohur me prova dhe fakte të cilat janë vënë dispozicion nga ana e mbrojtjes, ka vendosur që Safet Gjicit të lërë qelinë dhe pjesën e mbetur të dënimit. Të paktën sipas mbrojtjes pretendohet deri në 6 muaj, por gjithsesi do të mbetet për të konfirmuar në rrugë zyrtare nga ana e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm se cila është periudha e mbetur që Safet Gjicit do duhet të qëndrojë në shtëpinë e tij pa pasur mundësinë për të dalë, përveç në rastet kur duhet të shkojë për kontrolle shëndetësore. Pasi në të gjitha raportet të cilat janë dërguar gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, pretendohet që Safet Gjicit vuan nga një sëmundje e rëndë dhe për këtë arsye nuk mund të përballonte më qëndrimin në qeli dhe pjesën e mbetur ai do ta kryej duke qëndruar në shtëpi. Ka qenë pikërisht në 24 qershor të vitit të shkuar, ku nga ana e gjykatës së apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u vendos rëndimi i pozitës së Safet Gjicit. Në shkallë të parë, Safet Gjicit u dënua vetëm për veprën penale të shpërdorimit të detyrës me 2 vite heqëlirie, por ishte ankimi i prokurorisë posaçme, e cila e soi çështjen në dyert të gjykatës së apelit të posaçëm, e cila vendosi që Safet Gjicit të mos dënohej për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, por të dënohej për korrupsion pasiv dhe përfundimisht e u dënua me 5 vite e 6 muaj burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar Safet Gjicit i ulni e treta i dënimit dhe përfundimisht ai do duhet të qëndronte në qeli për 3 vite, ndërkohë që nga ana tjetër Alma Kaçi u dënua me 1 vit burgim për veprën penale të korrupsionit pasiv aktiv, por nga ana tjetër kjo e fundit pjesën e mbetur të dënimit presupozoi që e kishte shluar në masën e sigurimit arrest në shtëpi dhe nëse nuk pati dënim tjetër për shkak edhe të faktit që kishte një fëmijë të mitur nën kujdestari. Safet Gjicit u arrestua në korrik të vitit 2023 pas një video skandalit të shpërndar në media, ku ai shikoi duke kryer marrëdhënie intime me Alma Kaçin dhe pretendoi që gjatë atij video regjistrimi Safet Gjicit i kishte kërkuar favore seksuale në këmbim të një projekti apo një tenderi që do t'i jepte Alma Kaçit për rihabilitimin dhe kastrimin e qenëve të rrugës.